Ka qenë gushti i vitit 1961 kur Republika Demokratike e Gjermanisë në bashkëpunim me Bashkimin Sovjetik filloi ndërtimin e murit Berlinit. Për më shumë se 25 vjet ky mur qëndroi palkundur dhe filloi të njihe edhe si perdja e hekurt, por në vitin 1989 kjo perde dhe e pakënaqësitë prej asaj nisën të ndihen fuqishëm. Ethet e lirisë filluan të ndjehen që në shkurt të vitit 89, me gjithë prapaskenat politike dhe lëvizjet reformiste deri më 8 nëntor të njëjtit vit, duke sikur muri do të qëndronte aty përgjithmonë, por vetëm një ditë më vonë ai filloi të shëmbet. 10 mijëra njerëz filluan ta shëmblin atë, pas njoftimit nga autoritetet e Gjermanisë lindore se rregullat strikte për të udhëtuar jashtë vendit ishin hequr. Brenda pak qastesh, të shumt ishin ata që kapërcenin nga njëra anë e murit në tjetrën, duke shënuar kështu fillimin e rënies së perdës së hekurt dhe të Bashkimit të Gjermanisë, gjë e cila u realizua plotësisht një vit më pas, në vitin 1990. Ishte kjo periudha e revolucioneve në bllokun komunist të Evropës lindore, vendet e së cilës filluan të vishen me petkun e reformave demokratike. Në mbrëmjen e 9 nëntorit 1989, muri i Berlinit, prej 155 kilometrash, rreth enklavës demokratike perëndimore u hap. Kufiri mes Gjermanisë lindore dhe asaj perëndimore humbi kuptimin, ashtu si dhe shteti socialist i Gjermanisë. 11 muaj pas rënies së murit të Berlinit, Gjermania u ribashkua. Muri u ndërtua për të ndalur largimin e gjermano-lindorëve, duke u bërë kështu simboli mungesës së lirisë së tyre. Pavarësisht barikadës, qindra njerëz morën guximin për të kaluar në anën tjetër. Disa arritën të arratisen, disa të tjerë jo. Shifrat për numrin e atyre që u vranë deri në shembjen e murit janë të ndryshme. Prokurorët e Berlinit thonë se 270 vet u vranë gjatë tentativës për t'u arratisur, duke kapërcyer murin, duke kaluar nën të, ose nëpërmjet pikave të kalimit. 3200 persona u arrestuan, ku po përpiqeshin të kalonin murin. 5000 gjermano-lindorë arritën të shkonin në Berlinin perëndimor. Më shumë se 75.000 qytetarë u burgosen për tentativa ratisje nga Gjermania lindore. Rrëzimi i murit ishte një ngjarje që pati ndikim në gjithë popujt e botës. Mbrëmjen e 9 nëntorit 1989, muri i Berlinit u hap dhe më pas u shom së bashku me sistemin komunist të Gjermanisë lindore, e madje pas tyre mori fund edhe lufta e ftohtë. Shumë gjëra kanë ndryshuar që prej atëherë, por ngjarjet e 25 vjetëve më parë janë ende të freskëta në mendjen e mjaft njerëzve.